Sretëzë. Era e ftohtë e nëntorit përplasej mbi pllakat e vjetra të stacionit të autobusëve, duke i dhënë qytetit një ndjesi boshllëku. Qielli ishte gri, i rënd, sikur mbante brenda tij gjithë trishtimin e atij mëngjesi. Në një stol të drunjt, pra një kosh i plehrash të mbushur, rinte ulur një grua me një pallto të hollë dhe një shall të zbehur. Emri i saj ishte Elira. Elira ishte e ve. Jo prej shumë vitesh, por mjaftueshëm sa për ta kuptuar se bota kishte ndryshuar rënjësisht për të. Burri i saj kishte ndëruar jetë papritur nga një atak në zemër, që atëherë çdo gjë kishte rëshitur nga duart e saj. Puna, shtëpia me qira, miq që ngadalë u zhdukën si mjegulla në mëngjes. Tani, ajo nuk kishte më asgjë. Vetëm një çantë të vjetër, disa fotografi të palosura dhe kujtimet. Sytë e saj ishin të skuqur jo nga të qarët, por nga mungesa e gjumit. Ajo kishte kaluar natën në një stretë e improvisuar në një urë, ku zhurma e makinave mbi kokë e kishte mbajtur zgjuar deri në agim. Ndërsa shtrëngonte shallin rreth qafës, dëgjoi hapa të lehtë pranë saj. "Përshëndetje," tha një zë i hollë. Elira ngriti kokën. Përballë saj qëndronin dy vajza të vogla, ndoshta rreth 9 apo 10 vjeç. Ishin identike, flokë të gjata ngjyrë mjalt, sy të kaltër dhe pallto të kuqe që shkëlqenin në kontrast me ditën e zymë. "Binjake." Ajo buzëqeshi me droj. "Përshëndetje." Vajzat u pan mes tyre për një qast, sikur po mblidhnin guxim. Pastaj njëra prej tyre foli përsëri. "Ne kemi nevojë për ndihmë." Elira u habi. "Unë." Tjetra tundi kokën. "Po, ne kemi nevojë për një nuse për babin ton." Fjalët ranë në ajër si një shaka e çuditshme. Elira mendoi se mos po tallej me të, por fytyrat e vajzave ishin serioze, pothuajse të pikëlluara. "Babi ynë është shumë i trishtuar," tha njëra prej tyre me zë të ulët. "Mami ka vdekur para 2 vitesh." Zemra e Elirës u drodh. Ajo e njihte mira të ndjesi zbraztin që mbetet pas humbjes. "Ne duam që ai të buzëqesh sërish," vazhdoi vajza tjetër. "Dhe ne pam ty këtu disa ditë me radhë." Elira u ndje ekspozuar. A kishte qenë kaq e dukshme gjendja e saj? "Ju mendoni se ajo nuk mund ta përfundonte fjalinë. Ti dukeshe mirë," tha vajza e parë. "Dhe e trishtuar. Si babi." Një heshtje e gjatë u vendos mes tyre. Njerëzit kalonin pranë, disa duke hedhur vështrime kurioztare, të tjerë duke injoruar skenën. Elira ndjeu një përzierje emocionesh. "Habi, turp, një fije shprese. Ku është babi juaj?" pyeti ajo më në fund. Vajzat buzëqeshën lehtë. "Është këtu pranë. Ne dolëm fshehu razi për të folur me ty." Kjo fjali e fundit e bëri Elirën të qesh për herë të parë pas shumë kohësh. "Fshehu razi." "Po, ai nuk do të guxonte kur të fliste me ty. Është shumë krenar." Elira uli syt. "Krenaria. Edhe ajo dikur kishte pasur krenari." "Unë nuk kam shtëpi," tha ajo me ndershmëri. "Nuk kam asgjë." "Ti ke zemër," tha njëra prej vajzave. Fjalët e thjeshta e prekën më shumë se çdo gjë tjetër. Në atë moment, një burr i gjatë me kostum të errët u afrua me hapa të shpejt. Fytyra e tij ishte e tensionuar. "Lina." "Sara," thirrri ai. Vajzat u kthyen me njëherë. "Babi," than një zëri. Burri i pa me shqetësim. "Ju kam kërkuar kudo. Ju thash të mos largoheshit." Pastaj sytë e tij ran mbi Elirën. Për një çast koha sikur u ndal. Ai nuk pa një grua të pastre. Ai pa një palë sy që pasqyronin të njëjtën dhimbje që mbante brenda vetes. "Ju kërkoj ndjes," tha ai me zë të përmbajtur. "Vajzat e mia ndonjëherë janë shumë të drejtpërdrejta." Elira u ngrit ngadalë nga stoli. "Nuk ka problem," tha ajo me butësi. "Ato janë shumë të guximshme." Vajzat e kapën baban nga duart. "Ne po i shpjegonim për planin ton," tha Sara. "Çfarë plani?" pyeti ai i hutuar. "Që ajo të vijë të jetojë me ne." Faqet e burrit u skuqën. "Ju lutem mos i merrni seriozisht. Ato janë fëmijë." Por Elira pa diçka në sytë e tij, një lodhje të thellë, një vetmi që nuk fshihej dot pas kostumit elegant. "Fëmijët ndonjëherë thon të vërteta që ne të rriturit kemi frikë t'i pranojmë," tha ajo. Ai mbeti pa fjalë. Një erë fort kaloi mes tyre, duke lëvizur flokët e vajzave. "Unë quhem Arben," tha më në fund burri. "Elira." Ata shtrënguan duart. Ishte një prekje e shkurtër, por mjaftueshëm për të ndezur një ndjesi të çuditshme ngrohtësie. "Do të dëshironi të pini një kafe?" pyeti Arbeni papritur. "Si falje për këtë situatë." Vajzat u ndriçuan.
Elira hezitoi. Krenaria, frika, pasiguria të gjitha luftonin brenda saj. Por pastaj kujtoi natën e ftohtë në Nur. Po, tha ajo më në fund. Ata ecën së bashku drejt një kafeneje të vogël përballë stacionit. Vajzat flisnin pa pushim, duke I treguar Elirës për shkollën, për macen e tyre. Për mënyrën si babai nuk dinte të bënte petulla siç duhet. Arbeni dëgjonte me një buzëqeshje të lehtë, por sytë e tij shpesh ktheheshin tek Elira. Ajo ndjeu për herë të parë pas shumë kohësh se ishte pjesë e diçkaje. Ndërsa ulën në një tavolinë pranë dritares, dielli doli për pak sekonda nga pasreve. Drita e tij e zbehtë ndriçoi fytyrën e Elirës. Vajzat u pan mes tyre dhe buzëqeshën fshehurazi. Plani I tyre kishte filluar. Një ftesë e ndryshoi gjithçka. Kafeneja ishte ngrohtë, me aromë kafeje të freskët dhe buke të sapopjekur. Për Elirën, ajo ndjesi ishte pothuajse e huaj. Kishte muaj që nuk ishte ulur në një vend të tillë pa ndjer turp apo frikë se mos e përzinin. Lina dhe Sara ishin ulur përballë saj, me sytë që u shkëlqenin nga entuziazmi. Arbeni, I qetë por I vëzhgueshëm, mbante filxhanin e kafes mes duarve sikur kërkonte ngrohtësi jo vetëm prej saj, por prej situatës së papritur. Pra ju jetoni vetëm, pyeti Arbeni me kujdes. Elira tundi kokën lehtë. Po, prej 2 vitesh. Edhe ne, tha Lina me zë të ulët. Vetëm me babin. Një heshtje e butë rambi tavolinë. Ishte ajo heshtje që nuk të rëndon, por të afron. Elira shikoi vajzat. Duhet të jeni shumë të lidhura me njëra tjetrën. Po, tha Sara, por ne mendojmë se një familje duhet të ketë edhe një nën. Arbeni u kollit lehtë. Vajza, çfarë, tha Lina, ne vetëm po themi të vërtetën. Elira ndjeu një buzëqeshje të ngrohtë që I rrëshiti në fytyrë. Ishte çuditshme si 2 fëmijë mund të flisnin me aq sinqeritet sa të çarmatosnin çdo mbrojtje. Unë nuk jam shumë e mirë me plane, tha ajo me butësi. Dhe jeta ime nuk është e rregullt. Arbeni e pa drejtë në sy. Jeta e askujt nuk është e rregullt. Fjalët e tij kishin një thellësi që nuk vinte nga formaliteti, por nga përvoja. Pas pak, vajzat kërkuan të shkonin në këndin e lodrave në fund të kafenes. Arbeni I lejoi, duke u kthyer më pas nga Elira. Ju kërkoj falje për situatën, tha ai me një buzëqeshje të lehtë. Nuk e dija që kishin dalë për të kërkuar nuse. Elira qeshi për herë të dytë atë ditë. Janë shumë të guximshme. Ai uli syt për një çast, që kur nëna e tyre u nda nga jeta, ato janë bërë më të ndjeshme. Më vëzhgojnë kur mendojnë se nuk I shoh. E din që jam I vetmuar. Edhe ju I vëzhgoni kur mendojnë se nuk I shihni, tha Elira me qetësi. Ai ngriti syt, pak I habitur. Po, një sinqeritet I papritur u krijua mes tyre. Unë nuk jam grua që kërkon streh, tha Elira. Nuk dua të jem barë për askënd. Arbeni e shtrëngoi filxhanin pak më fort. Askush nuk duhet të jetë vetëm. Ajo e ndjeu fytin t'i shtrëngohej. Kishte kohë që askush nuk kishte folur për të me aq respekt. Ku do të shkoni sonte, pyetja I papritur. Pyetja ishte e drejt për drejt. Elira hezitoi. Nuk e di ende. Ai nuk foli për disa sekonda. Pastaj mori një vendim. E jani në shtëpinë tonë për darkë. Ajo e pa e shtangur. Nuk është e nevojshme. Është, tha ai me qetësi. Jo si nuse. Jo si detyrim. Thjesht si e ftuar. Në atë moment, vajzat u kthyen me vrap. Po vim në shtëpi bashk, pyeti Sara plot shpresë. Elira I pa. Pastaj pa Arbenin. Zemra e saj I rrihte fort. Frika e zhgënjimit ishte më e madhe se frika e ftohtit. Por kishte diçka në mënyrën si ai e shikonte, jo me mëshirë, por me barazi. Vetëm për darkë, tha ajo më në fund. Vajzat brohoritën. Pja. Shtëpia e tyre ishte në një lagje të qetë, me pemë të zhveshura nga gjethet e vjeshtës. Një vile thjesht, por e rregullt. Dritaret ndriçonin butë në mbrëmjen që po binte. Kur Elira hyri brenda, ndjeu menjëherë aromën e pastërtisë dhe të jetës familjare. Në mur fotografi të shumta. Arbeni me vajzat me nënën e tyre, pushime buzë detit, ditëlindje me tortë dhe qirin. Ajo ndjeu një thumbim në zemër. Ky është vendi ynë I preferuar, tha Lina, duke e tërhequr nga dora drejt sallonit. Në mes të dhomës ishte një piano. Elira luan ndonjë instrument, pyeti Arbeni. Dikur piano, tha ajo me zë të ulët. Sytë e vajzave u zgjeruan. Luaj diçka. Ajo hezitoi, por u ul ngadalë.
Gishtat e saj prekën tastet me druajtje, si kur po takoni një mik të vjetër. Tingujt e parë ishin të thjesht, të pasigurt. Pastaj melodia u bë më e qartë, më e thellë. Një këngë e butë, plot mall. Salloni u mbush me muzikë. Arbeni qëndronte në këmbë, i heshtur. Vajzat u ulën pranë njëra tjetrës, duke dëgjuar. Kur melodia përfundoi, askush nuk foli për disa sekonda. Është shumë e bukur, përshpëriti Sara. Elira ndjeu sytë ti mbusheshin me lot. Ishte kënga e preferuar e burrit tim. Arbeni u afrua pak. Edhe gruaja ime e donte pianon. Ata u panë sërish. 2 humbje, 2 boshllëqe. Vajzat u ngritën dhe përqafuan Elirën papritur. Mos qaj, tha Lina. Ne nuk duam që të jesh e trishtuar. Ajo u përkul dhe i përqafoi fort. Në atë moment diçka ndryshoi. Jo një vendim i madh, jo një premtim, por një fillim. Më vonë pas darkës, kur ora po afrohej drejt natës, Elira u ngrit. Faleminderit, tha ajo. Ishte mbrëmja më e bukur që kam pasur prej kohësh. Arbeni e pa me seriozitet. Nuk dua që të kthehesh në nur. Ajo ngriti sy. Qëndro sonte këtu. Dhoma e miqve është bosh. Zemra e saj rahu fort. Vajzat po e shikonin me sy të lutur. Krenaria dhe frika u përplasën brenda saj për herë të fundit. Pastaj ajo mori frym thellë. Vetëm sonte, tha. Vajzat brohoritën sërish. Arbeni buzëqeshi lehtë, por sytë e tij ishin të lagur. Ajo natë do të ishte fillimi i diçkaje që asnjëri prej tyre nuk e kishte planifikuar. Fillimi i një familjeje të re. Natën e parë në shtëpi ishte e qetë, por plot emocion. Dhoma e miqve ishte e vogël, por e ngrohtë. Një shtrat i vetëm, një dritare që linte të hynte drita e hënës, dhe një raft me libra të vjetër. Elira u shtri në shtrat, duke menduar për atë që sapo kishte ndodhur. 2 vajzat që kishin qenë aq të drejtë për drejta, tashmë flinin pra njëra tjetrës në dhomën e tyre, duke qetësuar zemrën e saj. Në mëngjes, aroma e kafes dhe petullave të sapo pjekura e zgjoi. Arbeni ishte tashmë në kuzhinë, duke përgatitur mëngjesin për të gjithë. Kur e pa Elirën duke zbritur shkallët, ai buzëqeshi dhe nuk kishte asnjë tension, asnjë fjalë të panevojshme. Vetëm një ndjesi lehtësimi dhe pranimi. Mirë mëngjes, tha ajo, ende zbehur nga gjumi. Mirë mëngjes, ju përgjigja ai. U shtruat mirë. Elira tun kokën. Po. Dhe nuk jam ndjer kur kaq mirë duke fjetur në një shtrat të vërtet. Vajzat u hodhën pranë saj, duke kërkuar pjesën e tyre të mëngjesit. Ata qeshën, folën për shkollën, për lojërat dhe planet e tyre të vogla. Ishte një orë e thjeshtë, por për Elirën dhe Arbenin ishte një moment i veçantë. Një hap drejt normaliteti që të dy e kishin humbur prej kohësh. Kur mëngjesi u avancua, Arbeni mori frym thellë dhe tha: "Dua të falenderoj për gjithçka, për natën, për muzikën, për mënyrën si e pranuat këtë ftesë të vogël." Elira e pa drejt dhe buzëqeshi me modesti. "Faleminderit që më ftuat. Nuk e di nëse jam e duhura për këtë, por ajo heshti pak, duke ndjer një dridhje të brendshme. Por ndihem e mirëpritur." Ai e kuptoi atë heshtje si një sinjal të hapjes së zemrës. "Ky është fillimi," tha thjesht. "Asgjë nuk duhet të nxitohet. Thjesht të jemi së bashku." Dita vazhdoi me një ritëm të ngadalshëm, plot shikime të heshtura dhe fjalë të thjeshta. Vajzat e kapën dorën e saj dhe udhëzuan në lojëra të ndryshme. Ishin momente të vogla, por të çmuara një ndjesje familjes që po krijohej ngadalë. Natën tjetër, kur heshtja mbuloi shtëpinë, Elira ul pranë dritares dhe shikoi qiellin e errët. Mendimet për të kaluarën dhe për humbjet e saj nuk ishin zhdukur, por tani ndihej më pak e vetmuar. Një ndjesje e re po linte, shpresa. Shpresa për një familje të re, të papritur, por të ngrohtë. Arbeni u afrua, duke e parë nga prapa. "Po mendon?" pyeti me zë të qetë. "Po," tha ajo. "Dhe është një ndjenjë e çuditshme, por e mirë." Ai u buzëqesh dhe uli krahun pranë saj, jo për të imponuar diçka, por për të treguar praninë e tij. Një lidhje po formohej ngadalë, jo me fjalë, por me veprime të vogla dhe respekt të ndërsjellë. Ditët kaluan dhe Elira filloi të marrë pjesë në rutinën e përditshme të familjes. Ajo ndihmonte vajzat me detyrat, shikonte Arbenin duke punuar, dhe her pas here i shpërndante muzikën që e mbante të lidhur me të shkuarën e saj. Vajzat, gjithnjë të kënaqura, e shihnin si pjesë të tyre. Dhe Arbeni filloi të besonte se kishte diçka më shumë se një miqësi të thjeshtë që po linte. Pak nga pak, heshtja dhe vetmia e secilit filluan të shndërroheshin në biseda, të qeshura dhe ngrohtësi.
Elira kuptoi se ndoshta ajo ishte pikërisht ajo që vajzat kishin kërkuar. Dhe Arbeni filloi të shikonte një mundësi të re, një fillim të heshtur, por të qëndrueshëm. Në fund, ajo që kishte filluar si një takim i rastësishëm në stacionin e autobusëve, u shndërrua në një histori të re. Një histori që nuk kishte plane të qarta, por që po ndërtohej me besim, ngrohtësi dhe zemër. Një fillim i vogël, por i fuqishëm, fillimi i një familjeje të re. Në këtë pjesë, tregimi vendos themelet e lidhjes midis Elirës, Arbeni dhe vajzave, duke krijuar ambientin e ngrohtë dhe të shpresës për familjen që po formohet.